tulipanët, lulet e të filave në duke. Edhe në fshatrat tona, lulet janë të bukura, por ato rriten vetvetiu, ndan rrugëve, në male, ndan liqeneve, si për shembull zambaku i bardh, me gjethet mbuluar nga transparente e ujit, mbrëmjeve petalet e tij mbyllen për të hapur përsëri në mëngjes. Këto janë serat. Këtu gjatë muajve të ftohtë mbajnë lulet që udhërojnë më pak temperaturave të ulta ose përgatiten më parë lulet që kanë vegetacion të vonë. Si quhet kjo lulet? Cactus cereus kultivohet për formën e rrallë të trupit. Cactus crassula. Openthia cilindrica. Përsëri lule malit, po këtu ca si më ndryshe se është bim hibride. Sirenaria, lule për vazo, rritet për formën e kurorës dhe ngjyrën e saj. Gloxinia ose lulja delicate, lagështira e tepërt ja fish petalet e bukura dhe gjethet e gjelbra. Ja dhe begoniat me lulet e gjethet e bukura që u kanë dhënë bimë të vlera dekorative. Begonia sempreflora, Begonia pendicula, Begonia platinata, Begonia rex, Floxi me lulet e kuqe si yje të vegjël. Bukuria e abutilonit qëndron tek lulja dhe gjethje. Lule vasti. Monstera deliciosa, gjethet e saj ngjajnë me krahët e shqiponjës në fluturim, ndaj dhe shquaj për ndryshe lule shqiponja, fruti i lules. Palma e ujit. Ja edhe saranda. Këtu nuk bie kur dëbor. Këtu rriten kaktuset, fisht e detit, palmat. Por ajo që e bën sarandën edhe më të bukur veç këtyre luleve dhe detit ngjyrë blu, është edhe bukendulea, shkure kacavjerse,
që lullëzon gjatë gjithë verës. Lulja e saj, qelë për para jetës, ka të njëjtën formë si ajo, por ngjyrën e ka manushaqe. Ajo është bimë gjullushe, se veç asaj me ngjyrë manushaqe, ka edhe një lule tjetër në ngjyrë të qumshtit, në formë si të rrumbullakët. Fiqët e dekit. Palmat janë banorët e bregdetit. Palmat shpatore. Palmat pëllëmbore. Një qoshe me bimë të shkretëtirët. Sediumi. Gasteria me gjethe pikaloshe në formën e cepave të yjeve. Echeveria. Agavia. Bimë bregdetare, jeton 25 deri 30 vjet, bën pjesë në grupin e kaktuseve, në Luzin, mbaron dhe jetë e saj. Peizazhi shqiptar është shumë i pasur dhe i ndryshëm. Ai fillon në urat e kaltërta të Adriatikut dhe Flionit, vazhdon në fushat dhe pllajat e gjelbëruara, me pyjet e dendura e malet e lahta që japin natyrës shqiptare e një bukuri të rrallë. Shkrivja e dy klimave asaj mesdhetare dhe kontinentale favorizojnë rritjen e më se 3000 specieve bimësh, midis të cilave një vend konsiderueshëm dhe në lule spontane dhe ato dekorative të kultivuara. Kultivimi i luleve i ka kthyer qytetet tona në një vazhdimësi unike peizazhit ton natyror.